Përshëndetje të nderuar, këtu jemi në 3 shtëpit e familjes Jusufi në fshatin Miradoc. Këto 3 kopshte ne i kemi punuar para 2 viteve dhe sot kemi ardhur për të marrë disa pamje të këtyre kopshteve. Tani jemi këtu në kopshtin e më të madhit, zotrin Jusufit, dhe po i marrim disa pamje brenda kopshtit. Atëre, në këtë sipërfaqen e parë këtu kemi të vendosura kubzat, të cilat janë me dimension 30-30 dhe janë në të ngjyrës mix. Janë në vendin e duhur, janë perfekt pamje dhe nuk kanë lëviz, kështu që është një punë e suksesshme. Tani po i përcjellim edhe fidanet, të cilat janë të mbjelluna dhe janë mirëmbajtur shumë mirë. Këtu i kemi fidanin e llojit Catalpa, të cilin e kemi krahasit në vjesht dhe kjo ka marrë formën e duhur brenda kohës. Domthonë çdo vit krahasitet dhe kjo mbrin një formë adekuate. Dhe po ashtu kemi edhe llojin tjetër Leyland, ky fidan i cili është shumë i bukur dhe nuk është i sulmueshëm nga insektet e ndryshme. Po shohim edhe disa fidane tjera. Këtu e kemi Pampas Grasin, i cili është një fidan shumë dekorativ, shumë i bukur dhe i përshtatshëm për kopshte. Këtu jemi duke afruar tek fontana, të cilën e kemi emërtuar Fontana Ishu, që e ka edhe një urë, të cilën e kemi vendosur brenda për shkak të kohës. Dhe këtu e kemi një fontanë e cila emiton një prock, një rek, e ka bukurinë e vet, është e dekoruar edhe me bari artificial dhe po ashtu e veshur me mozaik me gur natyral dhe korniza është bërë me kallderme graniti. Tani jemi në kopshtin e zotit Shenurit. Po ashtu ky kopsht është rregulluar 2 vite më herët dhe veçoria e këtij kopshti është se ka një pushimore shumë të bukur, elegante, gjysmë harku dhe ka një fontanë e cila është një fontanë moderne dhe veçohet për dizajnin e vet unik. Këtu jemi te kopshti i zotit Shenasijës, është një kopsht i cili ka veçorinë e vet, është po ashtu me lloj-llojshmëri të fidaneve dhe si veçori e këtij kopshti është sasia më e madhe e fidaneve të palmës, po ashtu e kemi një pishinë e cila është pishinë dekorative mozaik natyrë. Edhe ky kopsht, sikur kopshtet tjera, është ndërtuar për të njëjtën kohë në vitin 2023 dhe janë vetëm 2 vite dhe jemi këtu me këtë gjendje të cilën po e shohim. Atëherë ju falenderit shumë për kohën që keni ndarë deri në këtë moment që keni përcjell punimet tona, po shpresojmë se kena me ju përcjell edhe pamje tjera të këtij kopshti dhe kopshteve tjera tona, të cilat janë risi dhe e veçanta e punëve dhe e karakterit ton, që i japim zemër, i japim jetë çdo punimi dhe çdo kopshti të klientëve tanë. Ju falenderit dhe u pafshim për të mirë, gjithë mirat.